bash një qëndrim. Ti që kupton nga kjo gjë tani? Diçka duhet kuptuar këtu. Është e bukur kjo fabula e bashkëpunimit për DPS që zgjedhin në rogoz njerëzit, po unë s'besoj fare ke kjo në fakt, sepse në politik t'jesh i pamoralshëm, është morale. është e keqe, por më pa falshme është t'jesh idiot dhe karagjoz. PD-ja sot ka dalë idiot dhe karagjoze, unë besoj se ka pasur në një ide për bashkëpunim, se posti avokatit popullit as ndam për s'ka në gjë për paskena, për më vonë, për gjëra tjera marrëveshje apo ja? Ore janë thjesht idiot. Është thjesht një parti që nuk mendon. Ky është lajmi parë i ditës. Ose dhe ka rritur, ndoshta ka rritur se... Kurse lajmi dytë i ditës, sepse der tani ishim si veproj PD-ja, lajmi dytë i ditës është që Edi Rama s'ka qenë sot gjithë ditën në parlament, ka lënë zyrën, ka shkuar vetëm për të votuar Endri Shabani. Ore, ti e kupton, mua s'më vinte kjo se thosh nuk ka votim sot, zonja që ke këtu, më tha mua nuk ka votim. Unë thash do dështon. Unë mora autoritetin numër 2, formalisht që është në parti, socialiste, dhe e pyeta, do votohet sot ta, dhe i thash zonjën ti do vish aty. Më falë. Sepse dhe Adriana që si mua beson që jetojmë në diktaturë, prap dhe ne nga ka ngell në atavizëm që mund ndodhi në i gjë demokratike. Jo, unë bëra llogaritën e mirë. Kur fishkëllen diktatori shkojnë... Do me thënë t'i thua, regjimin e prish, kur duan këta e prishin, 2 orë, 3 orë, sa ju duhet, e marrin regjimin, e bëjnë copa, dhe vazhdojnë. Aji afër limitit, 85 vota, aji kishte të sigurta të paktën, aji thonte që unë kam 90 vota. Ti me 85 vota edhe mund të shkonte, unë thash dhe mund të shkonte, sepse ne po harrojmë një gjë, tash në politikë është ajo që thot i nderuar Bushati. Tani hajde të bëjmë një çik analizën, pse është kjo përzgjedhja e Edi Ramës? Ta bëjmë pak analizën? Se kjo dihet që është. Tani e ka bërë me dëshirë PD-ja. Dhe ja futi Ramën, edhe këtu Ramën? Jo, fare, unë të them. Po deshe fut, se tani pa i thënë gjë për Ramën, nuk mund të flasësh vetëm kundër në këtë rast, se e është dhere parë. Unë dhe tani po flisja kundër PD-s. Po pra po, do t'i fush dhe diska Ramës të. Po jo më fare, unë po të them, tani PD-n, pra po e lavdroj dhe po them, duhet na e sjarojnë, a e kanë bërë me marrëveshje, apo ka rënë në grackën e, pra që janë, është varianti i Bushatit. Po jo, këtë varianti i Bushatit. Po bëj pyetje, më bëj pyetje. Tani, po jam, unë isha me variantin tënë, unë nuk e gjdorë. Kur Shabani ka vendosur të hynë garë, si ka me dur në gjep, apo hynë njerë të shofë se që do bëhet, apo ka qeni sigurt të iniciativa që ka marrë, që i ka votat për të hyrë kësaj pune. Se nuk besoj la partin për të hyrë në një garë ku nuk do e dinte që do fitonte. Dhe skema që i kam votat e PS-ja dhe do i këtë marrë firmat e PD-ja, besoj se është shumë e qartë, e paramenduar. Me PS-n e ka mbyllurej, përsa Rama ka shkuar sot. A i kishe gjithë variantin, po. A i la partin pra dhe shkoj të PD-ja. Sot unë besoj që se kam besuar, kam thënë ka rjedhur Adriatik Lapaj, sot unë kam besuar që shkatrimi i partive të reja është një nga skemat e tjera të Edi Ramës dhe këtë loj e ka lujt Endri dhe ka marrë shpërblimin për këtë loj. Për thënë që jo vetëm Saliu, po të gjithë janë të shitshëm, të korruptueshëm, mlini mua në pushtet se këtu s'ka alternativë të re. Edhe është ajo që nuk dalin njerëzit në shesh, se thënë këto të gjithë. Ai mori Endri ka marrë shpërblimin. Qa kishe tela se të pëse do futim në regionin se dhe aji po pretë nëse janë mirë mjetet. Nëse duam t'i vem një titull kësaj të sotme, të është i thjesht. Berisha... E kam venun atë? Jo, po Berisha zgjedh avokatin e popullit... Po deshe të pëlqen, mirë po të pëlqen? Jo. Po unë atë titull kam ven. Po. Unë se them pa dashur. Për dhe tjetër mu. Unë se them pa dashur. Unë them Berisha zgjedh avokatin e popullit me 85 votat PS-s. Po. Dhe... Akoma më bukur. Që të vim të kjo pika, ka histori. E mbyll marrëveshjen me sukses, duhet thuash. Gjimë jo, e zgjodhi ai me 85 votat e PS-s. E mbyll marrëveshjen me sukses. Se thanë atakon e të opozitin, ka shu shkoj. Po, që 85 nuk e dinim dhe ti e qartësove më mirë. Që të vim të kjo pika, ka histori. Kjo avokati popullit duhet zgjedhur me 84 vota. Duhet ishte zgjedhur në 2022-shin. Në 2022-shin,
PD-ja që ishte ndarë, propozoi 2 emra atëherë, Elio Brown edhe një Dorian. Më falë se Jo, pra, ma lërë ta mëroj se vetëm frustralisht, edhe atëherë e pranoj PS-ja tërheqjen e firmave dhe lanë në garë vetëm 2 persona. Ta them unë pra. I propozojnë Keleta Libeja, se ishte ndarë partia atëherë, por 2 emra tu votuan urzuan. Sepse nuk bëheshin 84 vota. Kaloi periudhë pauzë, su ndjen më, dhe doli emri Besim Tregjonit. E mbajtën dhe atë një vit peng, sepse nuk e donte PS-ja. Që votoj kandidati për avokat popullit, duhet merrte dhe votat e PS-s. Tani që morën 83 mandate, erdhën në shtator dhe hapën garën për avokat populli vetë PS-ja. Dhe Taulant Balla doli dhe tha, ne i kemi votat tash, do ta zgjedhim vetë në kandidatin e popullit. Nuk presim më PD-n. Pra ishte i qartë. Hyn 20 e ca veta naiv në garë dhe ata që ishin të qartë se për çfarë do hynin në garë. 26 veta. Këta hynë në garë dhe shkuan komision të performonin për para komisionit. Endri Shabani dha dorëheqjen nga partia dhe shkoi dhe ai në komision. Dakor? Për treguar dhe ai se sa i mirë do bëhesh avokat popullit. Të Endri Shabanit. Që ditën që dha dorëheqjen nga partia. Sa ka si kohë? 2 muaj gjys 3 muaj. 3 muaj. Jo, është më shpejt. Po mire, ka më shpejt. 3 muaj. Më shpejt sepse... Dhe tani, më falë. Okej. Mbaroi kjo procedurë, dakor? Dhe morën firmat e PD-s, që normalisht duhet të ishte e qartë, saktonte se ne kemi këtë kandidat, apo kemi 2 kandidat, dhe në momentin që Endri Shabani mori firmat, Taulant Balla doli për para medias dhe tha, ne si PS kemi vendosur që PD-ja ta zgjedhë kandidatin, mos kemi kandidat, që ne nuk as marrim përsipër, na propozojnë emra, do ta votojmë. Të bindur që ishte emri Endri Shabanit atje në listë. Kështu që ky naiviteti që performohet këto 3-4 ditë, i dhanë firmat, si dhanë firmat, kjo më tepër më duket lojë për të justifikuar atë që ka qenë e qartë që në fillim. Endri Shabani do ishte avokati i popullit, sepse vetëm ai do të mundet të merrte 84 votat. Dhe ajo loja sot me 2 orëshe që s'kishte kuptim, pra të ngrihen gjithë, lexonin rregullore, nenet, kur ngjarja ishte mbyllur më parë. E të skajshme. Do më thonë, ti thuash gafën zakonisht e bëjnë naivët, po ata që drejtojnë PD-n nuk janë naiv, kanë histori të gjatë në politikë. Unë të them këtë, Endri Shabani është kandidat i PD-s. PD-ja ka propozuar, PS-ja ka miratuar, do më thonë, ata tjetën përpjet, bëjnë qatë duhe është propozimi të tyre. Po janë të bindur më kur ja kanë dhënë votat, ja kanë dhënë për këtë punë. Nuk e di se çfarë diskutojnë dhe në mënyrë ta pranojnë hapur, që po, ishte kompromis. Nuk do ta votonte PS-ja. Nuk e pranoi Berisha. Jo, e pranoj, po ai thotë që ne e bëm për nuk ka lidhje fare me zgjedhjet, ose zgjedhjet kishin mbaruar, kishim kryer punë me zgjedhjet kur janë marrë firmat. S'kishte lidhje fare zgjedhjet lokale. Dhe gjë tjetër, Endri Shabani është komplet në rregull. Është alibi pa lidhje, ajo zgjedhjeve. Po prandaj them se është më mirë të mbash një qendrim. Ti ç'kupton nga kjo gjë tani? Diçka duhet kuptuar këtu.